Valbona dhe Rizarta janë përfshirë në një debat të ashpër dhe atmosfera është e tensionuar. Valbona e ka të qartë mendimin e saj dhe nuk nguron ta shpreh haptazi. Ajo flet me zemërim dhe në një ton të mprehtë, duke e vështruar Rizartën në sy. Ti, Rizarta, nuk ke asnjë të drejtë të flasësh për moral, kur ti vetë nuk respekton kufitë e marrëdhënieve të tjerëve. Ti fute kokën në çifte që as nuk janë puna jote, dhe tani flet për moral. A nuk e di se është e papranueshme të ndërhynësh mes dy njerëzve që kanë një lidhje? Thot Valbona, duke i drejtuar fjalët e saj me inat dhe duke i bërë një shikim të ngrysur. Rizarta, që ndodhet përballë Valbonës, duket se nuk është e gatshme të pranojë kritikën dhe e kundërshton me po të njëjtën forcë. Ajo e rrit zërin dhe i përgjigjet, duke u munduar të mbrojë veten. Po, sigurisht. Më duket se ti je duke harruar shumë gjëra këtu, Valbona. Unë nuk kam bërë asgjë të gabuar. Dhe përse ti kujton se të gjithë duhet të përputhen me moralin që ke ti? Kush e tha që ndalimi për të shprehur mendimet e mia është i drejtë? Unë po flas për atë që ndodhi dhe nuk e kuptoj përse kjo është një problem për ty. Përgjigjet Rizarta, duke shtuar më shumë naivitet dhe një lloj provokimi në fjalët e saj. Valbona, megjithatë, nuk lëviz nga pozita e saj dhe vazhdon ta vë Rizartën në vendin e saj. Po flet për mendimet e tua, por ti e di shumë mirë që ato nuk janë vetëm mendime. Ti ndërhyn në jetën e njerëzve, po përpiqesh të bëhesh pjesë e çdo çifti që të kalon përpara, dhe kjo është e papranueshme. Dhe tani ti po më thua se nuk ka asnjë problem me moralin? Unë kam një mendim ndryshe. Mund të mos e pranojmë, por kjo është e vërteta, thot Valbona, duke ngritur edhe më shumë tonin e saj. Rizarta, e cila tani duket se po ndjen një lloj tensioni në bisedë, përpiqet të mbajë qetësinë, por përballë fjalëve të Valbonës, ajo ndihet më e pasigurt. Unë nuk po ndërhyj mes çifteve. Po thjesht po shpreh mendimin tim dhe po flas për atë që mendoj. Nuk është e drejtë që të më bësh të ndihem keq, vetëm sepse ti nuk mendon si unë. Çdo njeri ka të drejtën të shprehë mendimet e tij, thot Rizarta, por është e dukshme se ajo po ndihet e tensionuar nga përplasja. Valbona e shikon dhe e vlerëson me një shikim të ftohtë. Ti ke të drejtën të shprehesh, po unë kam të drejtën të të them që po e ke gabim. Sepse nuk mund të gënjesh vetveten dhe të pretendosh se po vepron drejt. Kjo nuk ka asnjë lidhje me moralin. Njerëzit nuk mund të bëjnë gjithçka që duan pa pasur një farë përgjegjësie. Shton Valbona, duke qëndruar tërësisht e bindur për fjalët e saj.